Pra janë në armëpushim. Dhe këtu është i gjithë problemi. Pra ky armëpushim mund të zgjasë pafundësisht, po dhe mund të ndërpritet pas 2 ditësh, të nesmen, pas nesër, pra nuk është paqe. Nuk kemi asnjë marrëveshje paqe. Ata që kanë firmosur, pra 4 pjesët që kanë firmosur, të gjithë janë aty për interesin e tyre dhe nuk janë as për interesin e palestinezëve, jo. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë aty për interesin e tyre, për arsye se ju duhet të ruajnë etnitetin e Izraelit në këto territore. Dhe vetëm mënyrë që ata mund ta mbanin Izraelin pa shkuar Izraeli në izolim total ishte kjo ndërhyrje. Kjo që bën. Absolutisht. E dyta, Katari është në këtë ndërhyrje për arsye se Katarit i duhet që patjetër të jetë pjesë siç ka qenë dhe të marrin sërish në dorë çështjen palestineze, pra ta kontrollojnë ata siç e kanë kontrolluar në të 12 këto rastet që të thash, ka qenë Katari dhe kanë probleme me Hamasin, sepse lufta, vazhdimi i rezistencës të armatosur në këtë mënyrë ishte duke ngritur edhe opinionin publik në të gjitha vendet e Gjirit dhe në 4 këto vende dhe po krijonte probleme politike të brendshme për këto diktatura, sepse të 4-ta janë diktatura. Po krijonte probleme politike. Dhe rasti më i pasur është rasti i Erdoganit, i cili kishte vjet zgjedhjet lokale dhe për shkak të Gazës humbi zgjedhjet lokale. Kjo mund të krijonte pasojë. Absolutisht, ka zgjedhjet e ka zgjedhjet e përgjithshme vitin që vjen. Pra në rast se kjo do të vazhdonte, automatikisht mos qëndrimi i tij, pra mos marrja e tij një qëndrim të fortë ndaj Izraelit në çështjet e Gazës do ta penalizonte. Pra erdhi e para hyri për këtë Turqia dhe e dyta hyri edhe për çështjen e asaj krenarisë otomane që kanë. Pra neo-otomanizmit, të cilin po shfaq Erdogani dhe ka shfaqur qeveria e Erdoganit që kur Erdogani ka ardhur në pushtet, aktualisht do ta shikoni shumë shpejt në momentin që ushtari i parë turk do të hyjë në Palestinë. Po, këtu jemi dhe mbajini mend, ju dhe të gjitha ata që na shohin, të gjitha gazetat turke do të shkruajnë me gërma të mëdha që pas 105 viteve Turqia u rikthye sërish në Palestinë, sepse para 105 viteve ka qenë perandoria osmane. Pra, e bën për çështje krenarie për të rikthyer që neve u kthejmë sërish, dhe këtë do ta përdori për fushat politike në Turqi. Pra nuk ka hallin e palestinezëve, ka hallin e vet dhe po e përdor për interesin e vet. Egjipti po ashtu kërkon të rikthehet sërish sepse Egjipti ka qenë deri në 67-ën, e ka pasur Egjipti dhe Egjipti e kishte gjitha territoret palestineze nën kontroll deri në 67-ën, kur i humbin luftën e 67-s, dhe nuk i dha Egjipti atëherë, nuk e njofti shtetin e Palestinës, sepse interesonte ta mbante vetëm për vete. Dhe sërish kërkon të kthehet ushtarakisht edhe Egjipti, pra me forca ushtarake sërish në Gaza, siç ka qenë dhe ka pasur Gazën pjesë të tij. Para 100 vjetëve po. Që deri në 67-ën. Kuptoj. E njëjta gjë edhe Egjipti. Dhe kemi edhe Pakistanin i cili nuk ishte pjesëmarrës në firmosje, po është një nga ata i cili do çojë trupa. Edhe Pakistani në 67-ën ka pasur trupa të vendosura në Jordani dhe në gjithë atë fushën Jordan që quhet Jordan Valley. Po. Pra kanë qenë trupat pakistaneze të vendosura atje. Dhe në 67-ën kur Izraeli bëri sulmin dhe i morri gjithë ato territore, u larguan. Pra sërish kërkojnë të kthehen dhe të kthehen atë lavdinë e tyre të vjetër që ne u rikthyem sërish në Palestinë. Edhe një zhvillim që kthen historinë mbrapsht për Izraelin. Jo, nuk e kthen historinë mbrapsht për Izraelin, shkon në krah Palestinës. Kjo nuk e kthen historinë mbrapsht për Izraelin dhe nuk shkon në krah Palestinës. Për arsye se tashmë kthimi i këtyre do të bëhet dhe kthimi i këtyre çfarë bëhet? Problemi është që Izraeli ka të gjitha kufit. Pra kjo është Gaza. Kjo është Gaza. Po. Ja, do ta kemi hartën e regjia, hartat e mëparshme që duhet të jetë aty ajo që merr 58% Izraeli, bezoj duhet të jetë. Një hartë të Gazës, nuk ka rëndësi, thjesht një hartë, në rast se mundet ta ndihmoni me hartë. Welcome to the land of peace, thot. Po, aktualisht tash. Shikoni. Ky është Egjipti këto. I gjithë ky territori. Ky është kufi. Dhe ky kufiri menaxhohet dhe kontrollohet nga forcat izraelite. Po. Dhe në këtë marrëveshje për 20 pikash, pra në këtë ofrim për 20 pikash, nuk shkruhet në asnjë vend që Izraeli do ta dorëzojë kufirin. Pra kufiri sërish do të mbetet në kontrollin e Izraelit. Domethënë me Egjiptin, ëh? Po, domethënë trupat egjiptiane, trupat pakistaneze dhe trupat turke që do të hynë me leje të Izraelit, të autoriteteve izraelite në territorin e Gazës. Dhe në këtë moment ti nuk them ti ke legjitimitet, pra ti ke njohje dhe ku të intereson. Pse intereson? Dakor, Turqia e njeh Izraelin se ka marrëdhënie si shtet. Egjipti nuk e njeh Izraelin si shtet. Pra e ka njoftur që duhet të ekzistojë si shtet, po marrëdhënie të tij nuk e njeh. Pakistani jo nuk e njeh. Dhe në momentin që qeveria pakistaneze është detyruar të japi listën e oficerëve dhe ushtarëve që do vinë, do t'i kërkojnë është një njohje faktike. Pra në këtë moment Izraeli është duke futur në lojë dhe duke lozur. Ky është kurth i papar që këta po bëjnë.
Pra do të thotë gjitha këto forca dhe të gjitha këto forca në të brendësitë të territori do të mbeten në varësinë e forcave izraelite. Pse? Sepse çdo lloj ndihme ushtarake që do ju duhet, çdo lloj nevojë ushtarake që kanë, edhe për ushqimet do të kalojnë nëpërmjet kufirit të kontrolluar nga ushtria izraelite. Pra ushtria izraelite do t'i mbajë këta të shtrënguar dhe do t'i përdori në këtë territor për të identifikuar vendqëndrimet, tunelet dhe vendodhjen e armatimit të Hamasit dhe të komandave të Hamasit. Pra do t'i përdori këto forca për këtë arsye, në mënyrë që këto t'i kalojnë të dhënat ushtrisë izraelite dhe pastaj ushtria izraelite të godasë sërish Hamasin, po vetëm Hamasin në këto territore, dhe këta që janë sot garantuesit. Mos harrojmë që kemi të njëjtën marrëveshje edhe me Hezbollahun në Liban. Pra kemi një marrëveshje anëpushimi ku garantues që mos thyer anëpushimi ishin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Franca. Dhe e kanë thyer deri më sot Izraeli këtë anëpushim 4600 herë. Dhe sa herë ka thyer, sa herë është ankuar Libani, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë thyer përgjigje që Izraeli po godet një organizatë terroriste që është Hezbollahu. Pra po godasin pika dhe të njëjtën gjë do ndodhë në Gaza. Pra Izraeli do godasi tashmë, nuk do godasi, nuk do bëj këtë genocid të madh, po do godasi objekte që janë identifikuar si objekte të Hamasit, si vendet grumbullimit të luftarëve të Hamasit, dhe nesër Amerika që është sot garantuese do thotë që po godet një organizatë terroriste, sepse Hamasi është organizatë terroriste. Dhe kanë gjë, Hamasi është organizatë terroriste e njohur vetëm nga Izraeli, Amerika dhe Evropa, ndërsa Kombet e Bashkuara nuk e kanë njohur Hamasin si organizatë terroriste. Nuk ka asnjë rezolutë të Kombeve të Bashkuara në të cilën të përmend të thuhet që Hamasi është organizatë terroriste. Zero. Kjo po. Ndërkohë, Dritan, kjo furtuna e Al-Aqsas që nisi, çfarë arriti? Arriti shumë. E para arriti ndërkombëtarizimin e çështjes së Palestinës, sepse deri kishte kohë që prej 93-shit çështja e Palestinës nuk ishte ndërkombëtarizuar, por kishte humbur. Pra prej akordeve të Oslos nuk flitej më për çështjen e Palestinës, pavarësisht se ata kishin bërë disa intifada, 2-3 intifada të ndryshme siç thash, pra nga 93-shi deri në 2023-shin kemi 5 armëpushime, pra ka pasur përplasje 5 armëpushime të ndryshme, 6 armëpushime të ndryshme, dhe kjo por sërish nuk e kishte ndërkombëtarizuar çështjen e Palestinës dhe sërish çështjen e shtetit Palestinës në këtë drejtë. Po. Dhe kjo solli një ndërkombëtarizim të pamas, solli një reagim ndaj dhe një izolim të Izraelit, dhe ka mbërritur në një pikë që nuk e them unë, po dje ish kryeministri Ehud Olmert thotë që atë çfarë qeveria e Netanyahu i ka bërë Izraelit nuk i ka ndodhur që nga formimi i shtetit. Pra tashmë edhe vende mike tona thotë kanë nisur dhe diskutojnë legitimitetin e shtetit Izraelit, gjë që nuk është diskutuar ndonjëherë. Në këtë pikë shkuar. Po, në këtë pikë shkuar. Pra e thon vet. Pra solli diskutimin te përkrasit më të mëdhenj të Izraelit, të diskutohet pra humbur përkraja dhe diskutohet legitimiteti i këtij shteti. Pra kjo është këto janë dy fitoret më të mëdha që ka arritur. Të tjerat pse ka shumë, po këto janë kryesoret. Po, brenda për brenda, domthonë vin informacione që ka le të themi luftime të brendshme brenda Gazës midis Hamasit edhe ka pasur luftime të brendshme midis Hamasit dhe të gjitha grupeve kolaboracioniste që janë financuar dhe armatosur nga Izraeli gjatë këtyre 2 viteve. Dhe kemi një deklaratë të ushtrisë izraelite në radion izraelite para 4 ditësh, 5 ditësh që thotë që të gjitha grupet e armatosura që i kanë shërbyer ushtrisë izraelite në Gaza, që janë palestinezë, nuk do të merren në mbrojtje nga ushtria izraelite dhe nuk do të jepet atyre as kalim i lirë në territorin izraelit dhe as diku tjetër. Pra i kanë lënë në mëshirë të fatit bashkëpunëtorët e fashizmit. Pra kur fashizmi iku, Izraeli po thua, Izraeli i abandonoi dhe kjo është një fitore politike për Hamasin dhe për gjithë luftarët e tjerë që luftojnë për gjithë organizatat. Pse? Sepse kjo tregon që të gjithë bashkëpunëtorët e Izraelit, Izraeli nuk ju ndihmon më dhe kjo do të uli numrin e bashkëpunëtorëve në radhë të Izraelit, në radhë të palestinezëve bashkëpunëtorëve të Izraelit, sepse po e shohin atë që po ndodh. Dhe vetëm par dje Izraeli Hamasi ka ekzekutuar një 7 pjesëtar të këtyre grupeve publikisht. Pra unë kam videon, po video shumë e rëndë, mund ta japim. Hamasi, pra Dritan ka ekzekutuar publikisht 7, pra vazhdon të mbetet Hamas në territor. Vazhdon ta marrë dhe mbrëm në darkë ka pasur luftimet e fundit në një lagje të Gazës, në një lagje të qytetit Gazës, e cila kontrollohej nga ky grup
Dhe mbrëm në darkë ka arritur të eliminojë një pjesë grupit dhe pjesa tjetër janë dorëzuar duke dorëzuar edhe armët dhe të gjitha. Pra Hamasi ka bërë një thirrje që kush i dorëzon armët ka lënë një afat, një pjesë janë dorëzuar, një pjesë janë dorëzuar. Pra është duke ndodhur një luftim midis grupeve të rezistencës dhe këtyre grupeve që i shërbyen Izraelit. Pra grupet i kemi diskutuar kanë qenë disa grupe të armatosura. Brenda që financoheshin nga Izraeli, nga Katari, mbaheshin me armë nga Izraeli, jepeshin me mjete motorike nga Katari. Pra Dritan do të vazhdoj dhe tashmë sot në mëngjes, sot në mëngjes radio ushtrisë izraelite ka njoftuar që Hamasi e ka marrë pothuajse 82% të territorit të Gazës që është lëshuar nga ushtria izraelite, e ka marrë nën kontroll sërish dhe e po ushtron gjithë fuqinë e vet administrative dhe policore dhe ushtarake në këtë territor. Ndërkohë do vazhdoj të jetë, le të themi se kjo është ajo që po diskutohet, që Hamas do ndryshoj emrin, do kthehet në forcat e sigurisë palestineze apo Shiko, unë nuk e di a do ta bëj Hamasi këtë gjë apo jo. Kjo është diçka nuk ka rëndësi emri, rëndësi ka që e rëndësishme është që Hamasi pra do gjejë një mënyrë ose një tjetër për mos i dorëzuar armët, për të mbajtur këtë efektivitet që ka dhe këtë organizim që ka ushtarak. Pastaj se çemri vë, kjo nuk ka ndonjë rëndësi të madhe. Okej. Ajo që do ndodhi është që për qeverisjen e më tutjeshme të Gazës, Hamasi ka propozuar një listë prej 40 vetash, palestinezë të ndryshëm, të cilët të qeverisin Gazën, të cilët nuk janë antarë të Hamasit, pra nuk kanë qenë antarë të Hamasit, po janë intelektualë të ndryshëm të kështu. Dhe një pjesë e tyre, disa emra i përkasin dhe janë listë edhe nga këta që janë liruar tashmë, që u liruan së fundit. Ndërkohë ç'po ndodh me Marwan Bargutin? Akoma nuk është liruar, pra janë në këto tratativa. Shiko, faza e parë është akoma në implementim. Pra, izraelitët kanë lëshuar dje, pothuajse 1700 të burgosur. Po. Palestinezë dedikuar rreth 150 të burgosur me dënim përjetshëm. Janë edhe 100 veta të tjerë. Bëhet fjalë në këtë 100 tjetër janë dedikuar rreth 30 veta në listë të cilët janë në diskutime sipër. Pra, izraelitët janë vazhdojnë këto diskutimet. Pra nuk kemi implementimin total të fazës parë. Nga ta, sepse janë 250 me burgimet përjeshme që janë, nga këta 250 me burgimet përjeshme, ajo është interesante është se vetëm 60 prej tyre i përkasin Hamasit. Gjithë pjesa tjetër i përkasin autoritetit palestinez, Fatahut, pra organizatave të tjera dhe nuk i përkasin Hamasit. Pra, ashtu si edhe Marwan Barguti nuk i përket Hamasit, i përket po Fatahut. I Fatahut, Po, problemi i këtyre është ka ndodhur se Izraeli ka vendosur një kusht që në rast se liron ta duhet të largojnë, pra mos lirohen në Gaza, po të lirohen diku tjetër. Dhe ka ndodhur një pjesë e tyre, një 12 prej tyre dje janë liruar dhe janë çuar në Egjipt, pra jo në Gaza. E qartë. Janë çuar në Egjipt. Dhe kjo do të ndodhi, pra. Po për sa i përket pengjeve Dritan, kur në duhet kemi një gjë parasysh. Të gjitha pengjet e gjalla janë liruar. Gjitha pengjet e gjalla janë liruar ditën e hënë nga Hamasi, të 20 tjerët. Tashmë bëhet llaf për të vdekurit. Për të vdekurit ka një problem, sepse një pjesë të vdekurve Hamasi e di se ku i ka, po mund të jenë në rënoja. Disa 3-4 ose 5 për tyre të cilët janë në rënoja dhe është e pamundur për t'i nxjerrë. Dhe duke qenë se kjo është e pamundur për t'i nxjerrë, atëherë këtu kemi një përplasje, do mund një fillim në një konflikti të ri ku Izraeli do thotë që Hamasi nuk po i qëndron marrëveshjes për atë që do të dorëzojë gjithë dhe nuk po do i dorëzon. Hamasi do thotë që ne kemi kërkuar që Izraeli ka thënë do t'i lirojë të gjithë dhe nuk i ka liruar, pra Marwan Bargutin e të tjerë, dhe kjo do sjellë që të dyja palët në interes ju intereson të dyja palëve që të mos shkojnë në fazën e dytë. Pra do të gjejnë një sebeb, unë po them vetëm njërin sebeb. Ata mund të gjejnë edhe 10 tjera. Po. Ky mund të jetë një nga sebebat që mund të gjejnë. Një nga arsyet është arsye teknike e të dyja palëve, pra. Që është tashmë në diskutim dhe kjo mund të jetë një nga arsyet që ata të dyja palë thonë ne nuk shkojmë në fazën e dytë sepse pa u implementuar totalisht faza e parë, sepse kështu përcaktohet edhe në marrëveshjen. Pa implementimin e fazës parë nuk kemi kalim fazën e dytë. Pra faza e dytë kalohet pas implementimit total fazës parë. Duke qenë se ti nuk më jep mua ata të vrarët. Ti s'm kthen mua të burgosurit, atëherë faza e parë nuk ka implementim dhe mbetemi këtu dhe nuk shkojmë në fazën e dytë dhe mund të mbetemi në këtë anë pushim. Kjo nuk do të thotë që të fillojmë me luftime. Pra anë pushimi mund të shkojë, mund të vazhdoj, por nuk kemi më fazë të dytë. Dhe gjithë kjo maskaradë që shihni këtu ka qenë thjesht një show politik, sepse Izraeli bie për të rekuperuar Izraelin dhe për të legjitimuar genocidin. Asgjë tjetër. Pra, nuk u flot fare deri më sot për genocidin, për asnjë gjë dhe nuk mban kush përgjegjësi për aq të ndodhi. Ndërkohë, Dritan, të munguarit e mëdhej, pavarësisht se patëm edhe një deklaratë të Lavrovit, një konferencë përshtyp për sa i përket këtij plani, të munguarit e mëdhej aty janë Kina, Irani, Rusia, pak a shumë ai bloku që ka filluar të ravizohet si një blok
le të themi i ri në shahun e madh gjeopolitik. Unë nuk them që janë të munguar, sepse ata s'kanë marrë pjesë asnjëherë. Do themi të munguar në rast sa do të kishin marrë pjesë. Ashtu që thash edhe më pak më parë, në të 12 rastet ku ka pasur marrëveshje armpushimi, të 12 rastet janë ofruar dhe menaxhuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra kjo treguar që Shtetet Bashkuara të Amerikës prej 67 se këtej e kanë parë dhe kanë vulosur këtë territor si pjesë e hegemonisë tyre, pra si pjesë e interesit amerikan. Dhe duke qenë se është pjesë e interesit amerikan, nuk mund të fusin këtu as Kinën dhe as Rusinë. Në asnjë moment nuk do ta bënin palë të kësaj. Sepse në rast se e bënin palë, domethënë që ti po hiq dorën nga tërë, pofton edhe të tjerë. Dakor. Ju bën një ftesë Iranit, por edhe ajo për ta futur në kurth që në rast se Irani do merrte pjesë këtu, në rast se Irani do të merrte pjesë, atëherë ti jeni të bindur që Netanyahu do të merrte pjesë. Dhe kjo do të thoshte se në rast se Irani merrte pjesë, do të thënë që Irani mund të ishte pjesë dhe ne thoshin që do të jetë pjesë e akordeve abrahamike, sepse në rast se ti merr pjesë në këtë marrëveshje, atëherë ti automatikisht njeh shtetin e Izraelit, ndërkohë që Irani publikisht nuk e njeh shtetin e Izraelit. Pra nuk mund marrë pjesë në një marrëveshje, për të mos një marrëveshje për legitimitetin e shtetit të Izraelit kur ti nuk e njeh shtetin e Izraelit. Dhe Irani refuzoi pjesëmarrjen në këtë pranë këtë kurth. Në fakt do ta kem aty Izrael Hajomin në regjia. Është kurth në favor të Izraelit dhe jo në favor të Iranit. Nuk ka të bëjë me paqen. Është thjesht kurth në favor të Izraelit. Nëse kjo do të ndodhte. Ishte shqetësuar në fakt regjia do ta kem atë fotografinë e gazetës Izrael Hayom ku le të themi kjo kërkesa që Trump i bënte Iranit për të marrë pjesë lexohej si një divergjencë e madhe midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit për sa i përket qasjes që duhet kenë jo nuk është divergjencë, mediat izraelite janë mjeshtre atëre. Trump si Irani po atëre ngritur një alarm në Izrael. Izraeli është mjeshtër në mashtrim. Po. Dhe motoja për shembull e Mossadit është by way of deception. Pra në rrugën e mashtrimit. Motoja kryesore e shkruar në derën e zyrës së Mossadit, kur shkon në agjencinë e Mossadit, shkruan by way of deception. By way of deception, po, me mënyrën e mashtrimit. Me mënyrën e mashtrimit. Dhe kjo është mënyra e mashtrimit për të krijuar idenë e të gjithëve se shikon ne po i bënim nder Iranit, pra Irani po të do sonë, ndërkohë që ky nuk Tirani s'ka asnjë nder, sepse nuk e njeh Izraelin dhe nuk ka asnjë marrëdhënie me Izraelin. E para, e dyta ka deklaruar që nuk kemi asnjë marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra pranojmë as të riulemi sërish në tavolinë me amerikanët, edhe pse janë afruar, dhe gjitha do të shkonte në shërbim vetëm të Izraelit, në asnjë vend tjetër. Prandaj nuk e hëngër kurthi dhe gjitha kjo është një mashtrim për të treguar idenë. Trump ka deklaruar që Irani e ka të vështirë dhe nuk do ta fillojë programin nuklear. Këtë të tha edhe para Knesetit. Trumpi nuk ka ide fare se çfarë do ndodhi. Trumpi nuk ka asnjë njohuri as për atë çfarë ka ndodhur në Iran kur ka bombarduar. Nuk ka asnjë njohuri të asaj. Prandaj po ngulin këmbë të madhe që të riçojnë sërish inspektorët e Kombeve të Bashkuara, të cilët deri dje bashkëpunonin me Izraelin, që të shkojnë të rishofin se çfarë ka ndodhur. Pra ku janë, cilë gjendje është. Pra kjo tregon që nuk kanë asnjë lloj dienie me atë se çfarë ka ndodhur dhe çfarë ndodh sot në Iran. Plus janë të tmerruar për shkak se Irani ka vazhduar dhe ka nënshkruar marrëveshje të bashkëpunimit bërthamor me Rusinë dhe këta nuk kanë asnjë njoftim nga Rusia, pra nuk ka asnjë dieni se ç'ndodh atje. Kjo nuk, domethënë për sa i përket Rusisë. As Rusisë as Iranit. Nuk ka asnjë qasje më. Si do të jetë roli i Iranit dritan, ndërkohë që Turqia, Siria, Arabia Saudite, Katari, gjitha vendet e Gjirit, Egjipti, pak a shumë gjitha vendet muslimane sunite janë, le të themi, kanë rënë dakord për të patur një paqe afatgjat me Izraelin. Shiko, nuk është cili do jetë fati i Iranit. Do të themi gjë. Fati i Iranit është ai që ka qenë për 2500 vjet shtet. Pra siç ka ekzistuar, që 2500 vjet do vazhdoj të ekzistojë. Ky është fati i Iranit. Nuk mund ta rrezikojnë në qëndësinë e shtetit iranian as Trumpi, as Netanyahu, as Erdoani, as këta të tjerë, të cilët juve po thoni që kanë rënë akorde. Këta nuk kanë rënë akorde, këta kanë marrë urdhra. Pra këta janë në urdhrat e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe unë po ju them një fakt. Dakor, po është fakt që vetëm si vjet nga marsi i këtij viti ka pasur një stërvitje të përbashkët të forcave ushtarake të Katarit, të Egjiptit, të Arabisë Saudite, të Izraelit. Ishte si lajm ky. E pashtë lajm. Dhe kjo stërvitje e përbashkët të tyre ka zgjatur 3 muaj dhe është bërë me qëllimin e Gaza po ndodhte ajo që po ndodhte. Bërë me qëllimin e integrimit të mbrojtjes ajrore dhe të cyber security.
Pra këto Çfarë vende, ishte ky bashkëpunim? bashkëpunim me ndërhyrjen e Shtepës së Amerikës, me diktatin e Shtepës së Amerikës dhe gjithë ky bashkëpunim ka ndodhur në bazën e Al Udaidas Po. në Katar. Pra, oficerët izraelit kanë marrë pjesë për 2 muaj në një trajnim të përbashkët të gjitha këtyre vendeve. Po, ai Për një ishte integrim lajm shumë interesant, por që tregon një bashkëpunim me Izraelin. Këtë po të them, çfarë do të ndodhë tani me Iranin? Asgjë nuk do ndodhi. Tregon një bashkëpunim me Izraelin, sepse i ka detyruar Amerika, por kjo nuk do të thotë se Irani kërcënohet prej tyre. Asnjë nga këto vende nuk ka kapacitetet të kërcënojë Iranin. Asnjë nga këto vende. E qartë. Kështu që pra pa ndërhyrjen e Shtepës së Amerikës nuk do të prodhojë asgjë. Thjesht po prodhon vasalitetin e tyre ndaj Izraelit dhe mashtrimin e tyre publik të madh që kanë bërë qytetarëve tyre që gjoja kanë qenë me palestinezët, në fakt vazhdonin edhe trajnime ushtarake me Izraelin. Dhe për këtë arsye nxituan të gjithë të formosin në Sharm el Sheikh, sepse ndërprerja e këtyre luftimeve i shpëtonte këta nga humbja e qeverisë, nga rënja, sepse njerëzit po fillonin të merrnin pra, në rast se do vazhdonte lufta, dolin këto lajme, njerëzit do vazhdojnë të reagojnë dhe reagimi së bashku me rezistencën do të sillte një rezistencë të lindur tjetër në këto vende të cilat janë në kufi në këtë me Palestinën. Nuk shef një ridimensionim të pozicionit Turqisë geopolitikisht dritan. Jo, nuk ka ridimensionim. Tani më që nuk ka dhe nuk mund të ketë për arsyeën e vetme sepse siç thash, këtu problemi është te vendet sunite dhe Turqia kërkon të marrë flamurin e vendeve sunite, flamur cilin për momentin e ka Arabia Saudite dhe nuk ka për ta lëshuar në asnjë moment. Po. Sepse në rast se e marrim të, atëherë turqit po duan të marrin 2 gjëra, të ndryshojnë 2 gjëra në këtë aspekt. Dhe pse turqit po mundohen të hyjnë në Palestinë? Po mundohen të hyjnë në Palestinë nëpërmjet Gazës dhe pastaj të përfundojnë edhe në bregun perëndimor. Dhe në bregun perëndimor turqit të ofrojnë si mbrojtësit e Xhamis Al-Aqsa. Po. Ndërkohë që mbrojtjen e Xhamis Al-Aqsa e ka mbreti i Jordanisë, pra e ka Jordania. E qartë. Nuk e ka, pra sauditët kanë Mekën, kurse Jordania ka Al-Aqsën. Dhe turqit po mundohen të rifuten, sepse e kanë pasur këta Al-Aqsan kur ishte perandoria turke. Prandaj e thash që kur të rivi ushtari i parë turk, turqit do dalin më të madhe thonë që u rikthyem sërish në Gaza dhe në Palestinë. Dhe ky rikthim i tyre do të kërkojnë nesër posëri me marrëveshje me Izraelin që të rifuten edhe në bregun perëndimor. Dhe atje pastaj të rifuten në Jeruzalem dhe të marrin në mbrojtje vendet e sheta dhe sërish të marrin dhe të marrin duke marrë në mbrojtje Al-Aqsan, atëherë këta të marrin primatin në vendet sunite, në vendet muslimane sunite, pra të bëhen udhëheqësit e sunizmit. U rikthyen dhe rimorën Al-Aqsan. Pikërisht, kërkojnë të rimanin të dhe duke marrë udhëheqësin e sunizmit, pra të zëvendësojnë Arabinë Saudite. Pra kemi një luftë midis Arabisë Saudite dhe Turqisë, të cilin realisht Turqia nuk e fiton dot. Sepse Turqia nuk i ofron dot Izraelit atë çfarë i ofron Arabia Saudite. Sepse Turqia e njeh Izraelin, ka marrëdhënie diplomatike, ka ndërprerë për momentin, po ka marrëdhënie e njeh si shtet. Kurse firmosja nga Arabia Saudite dhe dalja nga Arabia Saudite, duke deklaruar që ne e njohim Izraelin, pra në shkruaj marrëveshjet ibrahimike, kjo jep më shumë garanci Izraelit dhe më shumë përfitime se sa mund të japë çdo lloj vend tjetër i Turqisë. Prandaj është e pamundur që Turqia të ndryshojë në këtë të hyjë në këtë gjeopolitik dhe të marrë rolin kryesor në kësaj gjeopolitike. Do të mbetet një aktor figurant, po nuk asgjë më tepër në këtë. Dritan, kalojmë pak tek Ukraina dhe Witkoff, vetë Witkoff ka thënë që pas Gazës, domethënë lufta në Gaza është lidhur me luftën në Ukrainë dhe pas Gazës ka shumë mundësi që të kemi edhe, le të themi, një armë pushim apo një paqe të qëndrueshme në Ukrainë. Këtu perifrazoi presidentin amerikan. Ndërkohë dim që tensionet sa vinë e rriten për shkak se presidenti Trump po flet për t'i dhënë raketat Tomahawk Ukrainës, çka edhe vetë Trump, domthonë e citoj, e konsideron një hap shumë të rrezikshëm për sa i përket sulmit, sepse është një armë ofensive, thotë, jo defensive. Shiko, kemi dy gjëra. Parë këtë deklarata e Witkoffit. Deklarata e Witkoffit ka një pikë me cilën unë bashkoj me deklaratën e Witkoffit, ku thotë që Gaza dhe Ukraina janë njëjtë. Pika ku ato qëndrojnë njëjtë është se Gaza ka qenë nën, pra Palestina dhe Gaza kanë qenë nën presionin e qeverisë izraelite, pra një presion i vazhdueshëm politik, ushtarak dhe ekonomik ndaj palestinezëve për t'i shpërngulur ata nga trojet e tyre etnike
dhe për të bërë pastrim etik. Të njëjtën gjë bënte edhe qeveria e Ukrainës ndaj atyre republikave separatiste në Ukrainë, Donbasi, Luganskut. Pra të njëjtën gjë kishte nisur për 2014-s, presion politik, ushtarak, ekonomik, përzërnje për vendeve, heqje drejtës gjuhës, heqje drejtës fesë, pra gjithçka. Pra në këtë aspekt ngjasojnë, por a janë të lidhura? Kurse të lidhura nuk janë. Shkak pasojës, nëse pushon njëra. Jo, të lidhura nuk janë, sepse siç thash, do të ishin të lidhura në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës do ta ftonin Rusinë në këtë marrëveshje. Në Egjipt po thua. Në Egjipt, jo vetëm në Egjipt, po prej fillimit pra. Do ta paraqisnin bashkë marrëveshjen, atëherë po. Atëherë mund ta fusin në kurth Rusinë që edhe Rusia detyroi pastaj të bënte një marrëveshje të vërtetë. Kjo nuk ndodhi. Dhe kjo ka shkëputur, pra nuk ka krijuar lidhje ndërmjet tyre të dyjave. Ndërkohë Lavrov nuk ka përmendur drejtan këtë mungesën e idesë së shtetit palestinez te këto 20 pika. Po pikërisht, sepse ajo është problemi, pra prandaj edhe thash që këtu është e gjitha një maskaradë. Prandaj quajta maskaradë, sepse është e gjitha në shërbim të Izraelit dhe nuk ka asgjë për Palestinën. Po paralajmëron ndonjë qendrim jo, nuk ka për pasur qendrim të Rusisë, nuk ka, ky është qendrimi i Rusisë, si ne ka shprehur dhe po e shpreh publikisht, nuk besoj që ka qendrim tjetër. Për sa kohë çështjet nuk shkojnë në Këshill të Sigurimit, nuk besoj që Rusia do të mbajë një qendrim pra më ndryshe nga sa ka mbajtur deri më sot. Nuk besoj. Por kjo drejtan, mbyllja e Gazës fokusin e çon në Ukrainë. Këtu duhet të jemi dakord. Jo, shiko, problemi është i tillë, dakord që fokusi mediatik mund të mbetet në Ukrainë. Po Ukraina nuk ka çofron më, pra Ukraina ka mbaruar. Në Ukrainë nuk ka çofron më, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës përveç asaj që thatë juve që Tomahawk edhe ajo është teatër, jo realitet ushtarak. Pra është një teatër i cili bëhet për PR, pra për të rrequr vëmendjen, për çështje të donacioneve, për çështje për të mbajtur ngritur për arsye politike të ndryshme, sepse Trumpi ka problemin e tij dhe në 26-ën janë zgjedhjet e mesme në Amerikë, pra është middle term. Po middle term. Që janë zgjedhjet e mesme dhe parashikohet që këto Tomahawk të jepen në 2026-ën. Dhe në momentin që do japi para këtyre zgjedhjeve, dhe pse do japi para zgjedhjeve, sepse kërkon që të marrë votat e atyre neoliberalëve, votat atyre që janë pro luftës, pra që i përkasin edhe Partisë Demokratike, edhe atyre pro luftës brenda Partisë Republikane, dhe të mbuloj gjithçka që ka bërë deri më sot, që ka dështuar deri më sot, siç thoshte që do ta ndaloj luftën për një ditë, për një javë, për një muaj, për 9 muaj, pra të gjitha këto. Me dhënien e tyre ai siguron votat për midtermin. Pra është një teatër për përdorim politik. Nuk është asgjë tjetër. Zelenski do të shkojë shpejt edhe në... Po, do të shkojë në takim dhe do të miratojnë atë që do të shohim, do t'ja japin. Dhe mund t'i japin në Shtetet Bashkuara të Amerikës 50 Tomahawk, po do të kemi një gjë parasysh, sepse flasim, e kemi thënë që Tomahawkët nuk mund të përdoren, pra ka Tomahawkët që ekzistojnë sot për sot. Po, ja, do dalin, do t'i diskutojmë dhe bashkë. Regjia duhet të kemi ca foto aty për Tomahawk që po fillimisht për ta kuptuar, pastaj dalim se çfarë janë këto Tomahawkët që le të themi e përshkallëzojnë kaq shumë situatën. Nuk kemi përshkallëzim situatës, kemi përshkallëzim politik, po jo përshkallëzim ushtarak. Nëse jep, nëse në terren, edhe nëse jep, nuk bëjnë dot asnjë ndryshim në terren, ato që do jepen për të bërë një ndryshim. Po janë 1500 kilometra dritan apo jo? Po, le të jetë 1500 kilometra. Jo, kjo është një tjetër regjia. Tjetër që tregon distancën. Ja, shikoj, jemi këtu. Ja, kjo është okay. Kjo është Tomahawk është BGM ose BG 109. Dhe fillojmë nga Ukraina, pra ka Tomahawk që shkon 500 km, këtu nuk është, ka Tomahawk që shkon 1600 km, 1800 km dhe 2500 km. Ka dhe 2500 km. Tomahawk. Po. Aktualisht. Atëherë, a mundesh një hartë më për që qëndore pak më para? Është ajo harta më përpara regjia, se është... Okej, kjo harta tashmë. Gjitha këto pikat e zeza që shihni juve këtu. Po. Janë vendqëndrime ushtarake, pra baza ushtarake ruse, baza kryesore ushtarake ruse. Dhe në total janë, në këtë distancë për 2500 km, janë 1945 baza ushtarake në gjithë të territorin e Rusisë. 1945 baza ushtarake, dakord? Kurse në territorin që ka 1600 km, janë 1655 baza. Pra në këtë territorin këtu, janë 1655 baza ushtarake ruse. E qartë. Tashmë, Shtetet Bashkuara të Amerikës në total kanë 4165 Tomahawk. 4165 Tomahawk, po. Kanë në total Shtetet Bashkuara të Amerikës. Këto 4165 Tomahawk, kryesisht 80% e tyre janë me rrezen deri 1600 km, 1800 km. Po. Dhe tashmë, problemi këtyre është që këto që kanë, ky 80% i këtyre
Tomahawkëve. Përdoret se Tomahawk është raketë që është me lëshim vertikal. Pra do të kemi parasysh, lëshimi i saj është vertikal. Domthon bie Lëshimi është vertikal. Është kështu? Nuk është lëshimi, duhet patjetër lëshohen në mënyrë vertikale. Dhe ato lëshohen nga nëndecet, po. lëshohen nga luftanijet dhe nga disa anije tjera luftarake. Vetëm në det. Kjo ka qenë, lëshohen nga deti dhe për të lëshuar këto, duhet të jesh pjesë integrale e sistemit të komandim kontrollit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Është një sistem tepër sekret që funksionon brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës, varet nga komanda dhe duke qenë se janë raketa me rrezet gjatë veprim, pra 2500 kilometra quhen hyn në raketat strategjike. Dhe duke qenë se hyn në raketat strategjike, to i përkasin komandës strategjike të Shtetit Bashkuar të Amerikës.